Një ndër SUV-t më të mira që është prodhuar ndonjëherë, edhe më të sigurta. Është Volvo XC90, versioni D5, më i fuqishëm naftë që bëjnë të ky model. Është aq e mirë sa që edhe trenin e kanë bërë gati njësoj si kjo. Përpara ka sensor të parkimit, fenerti ka full LED adaptiv, diset ka këtë versionin 20, në gjendje shumë mirë, gomat duken pisë se ka hec makina, po në gjendje të mirë janë. Është me keyless go, me blind spotat e pasqyrat, edhe dizajnin e kanë të bukur. 2 marmitat, një nga secili krah, sensor të parkimit, kamerën e parkimit, shumë e pastër, s'ka lloj dëmtimi, si masi kjo është kategoria e X5-s, Tuaregut. Ky është motori 2 mish naftë, 4 pistonësh me turbo, siç e thash është D5, është versioni me më shumë fuqi, ka 225 kuaj fuqi dhe 470 Nm tork. Kamerën ka me 8 marshë automatike, shumë motor i mirë, i fuqishëm edhe nuk është sa argjo shumë se motor 2 mish është. Sedilet i ka elektrike, me lumbar support, me këtë leg extensionin para që e ka automatik, me memorie. Këtë remesën e drunit shumë bukur. Me keyless go dhe keyless go këto e kanë me trotullu me Volvo. Makina është me 2 çelësa, ka 224.000 km, vetat me drejt kontrolli ku dush, ka këtë kontrollerat për keep assistin edhe cruise controlin, head-up displayin, sedilet i ka me ngroje, timonin me ngroje, klimën me 2 zona që e rregullon si dush. Është si dizajn minimalist që e ka përdorur që në fillim Volvo edhe pothuajse të njëjtin ka, thjesht ka evolu pak, edhe kanë kopjuar dhe tjerat. Tuk e vend për cup holdersat, është komplet panoramike, full panoramike, këtë rimesën e bukur, këtë pasqyrën këtu frameless. Ka këto driving modes ndryshme, comfort, off-road, dinamik, individual edhe eco, auto holding, frenet e dorës elektrike, të pastaj e mbyll edhe krejtu edhe çfarë bukur e ka. Tapicerinë e ka shumë pastër, super gjendje, edhe të kanë flamurin me logon e Suedis këtu. Edhe mrapa shumë e bollshme, ke hapësirë për të ne rat, plus i lëviz edhe këto sedilet, lëvizin në mënyrë individuale, për shembull kjo lëvizin vete, klimën me 2 zona dhe mrapa, ky ekrani si me touch edhe me ngroje. Panorama vazhdo këtu. Ka dhe rreshtin e tretë mrapa, që ke hapësirë, domethënë është makinë me 7 vene, ke vend dhe për cup holder sa mrapa, shumë e bukur, shumë e pastër, është ndër makinat më të mira për makinë familjare që mos ketë as konsum të lartë, ke dizajn të bukur, ke opsione është perfekt. Çmimi për këtë Volvo XC90 D5 të 2018-s është 20.000 euro. Është super çmim se këto zakonisht janë 24.000 euro, edhe s'ka nevojë për asnjë lloj gjoje. Numrin e kontaktit e keni këtu poshtë, ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.